Radhët kilometrike dhe pritjet me orë të tëra në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës kanë rikthyer shqetësimin për lëvizjen e qytetarëve dhe turistëve në prag të sezonit veror, ajo që më herët ishte konsideruar si një lehtësi për qarkullimin mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, tashmë po kthehet në një makt pritjeje, sidomos gjatë fundjavave dhe fluksit të pushuesve. Kryetari i Bashkisë së Pogradecit Ilir Xhakolli u shpreh se problematika është evidentuar prej kohësh dhe se u është kërkuar institucioneve përgjegjëse të ndërhyjnë për të gjetur një zgjidhje konkrete që do të shmangte radhët e gjata, stresin dhe lodhjen për udhëtarët. Vështirësi që asin qytetarë në pikën e Qafthanës, pasi sistemi i ri që u vendos që ka gati një vit në vend që të lehtësonte qarkullimin e lirë të qytetarëve, në fakt është e kundërta, ata është bëhet akoma më vështirë. Besoj që morëm premtimin që do të sistemohet shumë shpejt, sepse sot që nuk ka filluar sezoni turistik, aty kemi një radhë të gjatë, jo më kur të filloj sezoni turistik. Kështu që besoj do të dëgjohet kërkesa e qytetarëve të Pogradecit, po edhe në gjerë, me qëllim që mos kemë probleme në lëvizjen e lirë të tyre edhe të qetë nëpërmjet doganës Qaftan. Sipas tij, menaxhimi i fluksit në kufi mbetet një nga sfidat kryesore për qytetin liqenor, ndërsa shpreson se do të merren masat e duhura që pikat kufitare të mos kthehen në një bumerang për sezonin turistik që po afron.